Shumë flitet për rezistencën befasuese ushtarake të ukrainësve. Por duket pak e lënë në hije aftësia e shërbimeve sekrete të Zelenskit, apo e njohur ndryshe si SBU. Kjo sepse legjenda e KGB-s është shumë e madhe që nga koha e ish luftës së ftohtë, e pra këto 80 vitet e fundit. Sot FSB dhe SVR janë dy shërbimet sekrete që trashëgojnë KGB-n, dhe kur flitet për to, edhe armiqt më të betuar të tyre si Intelligent Servisi Britanik apo CIA tregojnë një respekt të veçantë. Mirë po prej 3 vitesh së luftës në Ukrainë, ka hyrë në skenë shërbimi inteligjent i Kievit, SBU, që ka dëshmuar një performancë virtuoze. E para në shënjestrimin e objektivëve ushtarak dhe industrial që goditen thellë në brendësi të Rusisë me dron që futen fillimisht nga toka e më pas montohen në baza të fshehta në territorin rus, duke goditur mbi 1000 kilometra larg kufirit të Ukrainës. E dyta, organizimi i atentateve të gjeneralëve të rëndësishëm rus në kryeqytetin më të kontrolluar nga shërbimet sekrete, si dhe është Moska. Deri tani janë konfirmuar 10 gjeneral të vrarë, por numri mund të jetë edhe më i lartë. Numri i gjeneralëve të vrarë tregon se edhe numri ushtarëve rus të vrarë në luftën në Ukrainë është i lartë. General Major Igor Kirillov bante detyrën në komandantit të mbrojtjes bërthamore kimike dhe biologjike në forcat e armatosura të Rusisë. 9 general të tjerë janë 28 shkurt 2022, General Major Andrei Sukovetsky, 8 mars 2022, General Major Vitali Gerasimov, 15 mars 2022, General Major Oleg Mityayev, 25 mars 2022, General Major Yakov Rezantsev, 30 prill 2022, General Major Vladimir Frolov, 22 maj 2022, General Major Karamat Botashev, 5 qershor 2022, General Major Roman Kutuzov, 12 qershor 2023, General Lejtnant Sergej Gorjachev, 11 korrik 2023, General Lejtnant Oleg Tsokov. Hedhja në erë e njërës prej limuzinave të blinduara të Putinit, që janë të ruajtura në garazhet e Kremlinit nga një ushtri e tërë agjentësh, është pak të thuash spektakolare. Sipas Daily Express, limuzina Aurus shpërtheu dhe u përfshi nga flakët në një rrugë të Moskës, pranë selisë së shërbimit sekret FSB. Pamjet e incidentit tregojnë se limuzina Aurus Senat e vlerësuar rreth $356.000, u mbuluar nga zjarri, i cili u përhap nga motori drejt brendësisë. Paniku që krijohet në këto raste është i nënkuptuar. Kjo shpjegon edhe disa raste kur Moska u godit me dron një vit më parë, dhe Putini, sipas agjencive perëndimore të lajmeve, strehoi sipas protokollit të sigurisë në baza të blinduara antiatomike që janë bunker teorikisht të padepërtueshëm. SBU-ja ukrainase duket pra se po krijon një reputacion ndërkombëtar të respektueshëm në betejën e saj me FSB-n e famshme ruse. Trajnimi britanik dhe amerikan i shërbimeve sekrete ukrainase duket se po jep në vimësi frutet e veta me atentate spektakolare. Shënjestra e tyre kryesore janë super generalet rus dhe deri edhe vetë komandanti i përgjithshëm i ushtrisë ruse, presidenti Putin. Duket se bisedimet për paqe janë ende në pikën 0 dhe Ukraina e di mirë këtë, duke mos humbur asnjë rast të godas nyjet nevralgjike ruse, pavarësisht retorikës politike në emër të paqes. Edhe Rusia e di mirë këtë. Prandaj nuk lëshon pe në bisedimet e paqes, duke nervozuar presidentin amerikan Donald Trump dhe duke raskapitur administratën amerikane në kërkim të formulës së zgjidhjes së konfliktit Ukrainë-Rusi.